Përshëndetje, në këtë video do të shohim aplikacionin Scratch dhe elementet kryesor të tij. Do të shohim se si mund të ndërtojmë një lojë të thjeshtë me dy persona, ku personi i parë jep disa të dhëna si viti aktual dhe vitin e lindjes, dhe më pas personi tjetër do të duhet që të gjejë moshën. Për të punuar në Scratch, ne mund ta kërkojmë atë në Google ose ta shkarkojmë në kompjuterin tonë. Pra, kërkojmë në Google Scratch, scratch.meet.edu dhe do të më hapet faqja e Scratchit. Ajo që do të na duhet të bëjmë është të regjistrohemi në Scratch. Unë jam regjistruar aktualisht, por gjithashtu edhe ju mund ta bëni atë duke klikuar te butoni Sign Up. Pasi të jeni regjistruar me të dhënat tuaja, atëherë le të fillojmë dhe të krijojmë një projekt të thjeshtë në Scratch. Do të shkojmë tek menuja Create dhe do të na hapet faqja e punës. Elementet kryesore të faqes së punës në Scratch ndodhen në të majt. Këtu do të keni një grup me komanda të ndryshme të cilat ju mund t'i përdorni ato për të realizuar hapat e projektit tuaj. Tek grupi i komandave Motion, ju keni mundësi të përzgjidhni opsione të ndryshme për lëvizjen. Supozojmë se keni një objekt ose një figurë të cilën ju doni që ta bëni të lëviz. Për shembull, mund ta lëvizim atë me 10 hapa. Mund ta bëjmë atë të rrotullohet me turn e të tjerë me radhë. Nga ana tjetër, mund të përzgjedhim edhe komanda nga grupi Lux. Për shembull, të thotë diçka, të mendoj diçka apo të shfaqet diçka në projekt. Nga ana tjetër mund të zgjedhim grupin e komandave Sound, e cila ka të bëjë me muzikën, pra mund t'i vendosim një muzikë në sfond dhe të tjerë. Mund të zgjedhim komanda nga eventet, të cilat janë ngjarje që ndodhin në projektin ton. Për shembull, kur klikohet ky flamuri këtu lart, atëherë të realizohen disa komanda, ose kur klikohet një buton nga tastiera, të realizohen disa komanda të tjera. Te control kemi një listë me komandat të cilat kontrollojnë veprimet që ne kemi përcaktuar në projekt. Për shembull, ne mund të zgjedhim që një veprim të presë disa sekonda përpara se ai të realizohet ose të ekzekutohet. Nga ana tjetër, ne mund të duam që një veprim i caktuar të përsëritet një numër të caktuar herësh. Për shembull, ne duam që macja të rrotullohet në faqe 10 herë. Atëherë ne mund të përdorim bllokun repeat. Mund të përdorim operatorë të ndryshëm, për shembull për mbledhjen, zbritjen, shumëzimin, pjesëtimin e vlerave të ndryshme, apo për zgjedhjen e një vlere random, pra një vlerë të çfarëdoshme në një interval të caktuar vlerash. Nga ana tjetër mund të ndryshojmë edhe objektin të cilën e kemi në faqe. Për ta bërë këtë gjë, mund ta fshijmë tek butoni Delete, mund të klikojmë tek Choose a Sprite dhe këtu do të kemë mundësi që të zgjedh nga kategori të ndryshme objekte apo figura të ndryshme. Do të përzgjedh dy persona, personin e parë dhe personin e dytë. Le të nisim me krijimin e projektit. Fillimisht do të na duhet të përcaktojmë një ngjarje që shënon edhe startimin e projektit tonë. Shkoj tek eventet dhe zgjedh njërin prej tyre. Po zgjedh fillimisht kur të klikohet flamuri. Për të gjetur moshën e personit, na duhet viti aktual dhe gjithashtu viti i lindjes. Na duhet të krijojmë një variabël në të cilën do të ruajmë vlerën e vitit aktual. Shkoj tek grupi i variablave dhe krijoj një variabël. I vendos variablit një emër, për shembull viti aktual, dhe klikoj OK. Në këtë moment kam krijuar një variabël ku do të ruaj vlerën e vitit aktual. Nëse unë dua që viti aktual të më shfaqet në faqe, atëherë do ta lë të çekuar. Në të kundërt, më duhet që ta heq shenjën e çekimit. Për t'i dhënë një vlerë, përdorim komandën set. Do t'i vendosim variablit ton, të cilin sapo e krijuam, viti aktual, vlerën e tij, për shembull 2022. Pas kësaj, le t'i bëjmë të dy personazhet që të komunikojmë me njëri tjetrin. Do të shkojmë te komandat Lux dhe do të përzgjedhim një nga opsionet Say ose Think. Po zgjedh njërin prej tyre, e fshi vlerën që ato kanë në mënyrë që të kem mundësi të vendos vlerat sipas dëshirës time. Te grupi i operatorëve do të zgjedh komandën Join, do të bëj join ose do të bashkoj një tekst, si për shembull, nëse jemi në vitin 2022, ku vitin do ta marr nga variabli në të cilin e kam ruajtur atë, viti aktual, pra shkoj tek variablat dhe marr vitin aktual. Ekzekutoj programin për ta parë se çfarë do të më shfaqet. Pra, sa herë që unë ta klikoj butonin e flamurit, do të më shfaqet mesazhi Hey Devin, nëse jemi në vitin 2022. Pasi kemi caktuar vitin aktual, na duhet edhe viti i lindjes. Kështu që shkojmë përsëri tek variablat dhe krijojmë një variabël të ri me emrin viti i lindjes.
dhe ja ku e kam tashmë vitin e lindjes. E hiq çekimin në mënyrë që të mos shfaqet në faqen time të projektit. Jap një vlerë variablit duke përzgjedhur komandën set. Tek set përzgjedh variablin që është viti i lindjes dhe i caktoj një vlerë. Nëse unë dua të caktoj një vlerë fikse, atëherë thjesht të shkruaj atë, për shembull 1990. Por nëse unë dua që sa herë që të më ekzekutohet ky projekt, të më llogaritet mosha për vite lindje të ndryshme, atëherë do të më duhet që të marr një vlerë random ose një vlerë të rastësishme. Do të shkoj tek grupi i operatorëve dhe do të përzgjedh @random. Këtë komandë e vendos tek hapësira bosh. Tashmë mund të caktoj rangun e vlerave se nga do të përzgjidhet viti i lindjes. Për shembull, po caktoj vitin nga 1950 deri tek viti 2022. Pra, sa herë të më ekzekutohet ky projekti im, do të përzgjidhet një vlerë viti lindjes nga ky rang vlerash nga 1950 deri tek 2022. Atëherë le të caktoj edhe një mesazh tjetër për ta shfaqur vitin e lindjes në hapësirën e projektit. Për ta bërë këtë gjë, njësoj sikurse vepruam me think, shkojmë tek grupi komandave Lux, po përzgjedh përsëri think, fshi vlerën aktuale dhe shkoj tek operatorët, përzgjedh join, e vendos tek hapësira bosh dhe tashmë do të bëj join tekstin dhe vitin e lindjes unë e kam të ruajtur tek variabli viti i lindjes. Shkoj tek variablat, marr variablin viti i lindjes dhe vendos tek hapësira bosh. Nëse ekzekutoj tashmë projektin, do të shohim se na shfaqen dy mesazhe. Mesazhi për vitin aktual edhe mesazhi për vitin e lindjes. Ku viti i lindjes, sa herë që unë do ta ekzekutoj programin tim, do të jetë i ndryshëm, pra do të jetë një vlerë e rastësishme. Le të vendosim edhe një mesazh tjetër, duke shkuar përsëri te Lux, po zgjedh këtë herë say dhe po vendos një pyetje. Sa është mosha ime? Të pres disa sekonda para se personazhi tjetër të më kthejë përgjigje. Për ta bërë këtë gjë, shkoj te grupi i komandave control dhe zgjedh wait. Kohën e pritjes po e caktoj 2 sekonda. Ekzekutojmë edhe një herë projektin. Siç e shikoni, tashmë afishohen 3 mesazhe. Klikoj tek personazhi i dytë. Detyra e personazhit të dytë është të llogarisi diferencën e vitit aktual me vitin e lindjes. Na duhet fillimisht që të vendosim një ngjarje, pra kur do të fillojë ekzekutimi i hapave për personazhin e dytë, prandaj shkojmë tek eventet, po zgjedh një buton këtë herë. Në momentin që do të klikohet butoni space nga tastiera ime, do të më nisë ekzekutimi i bloqeve për personazhin e dytë. Për të llogaritur vlerën e variablit mosha të cilën e krijuam pak më parë, atëherë do të shkoj te grupi i variablave, do të zgjedh set variablin mosha dhe vlera që do t'i përcaktoj do të jetë te grupi i operatorëve, do të përzgjedh operatorin e ndryshesës. Do të gjej diferencën e vlerave që kanë variablat viti aktual dhe viti i lindjes. Shkoj tek variablat, marr variablin e parë viti aktual, të cilit do t'i zbres vitin e lindjes. Pra, mosha tashmë do të ketë vlerën sa viti aktual minus vitin e lindjes. Dhe këtë gjë do ta bëj të mundur që të më shfaqet në ekran. Le të marrim një mesazh tek grupi komandave Lux dhe për shembull me say, ne mund të zgjedhim që të bëjmë join duke përzgjedhur komandën nga operatorët, pra bëjmë join mesazhin mosha jote është dhe vlerën që ka variablin mosha. Vlerën e variablit mosha e gjetëm një rresht më lart. Shkoj tek grupi i variablave mosha, marr moshën dhe vendos tek hapësira posha. Ta ekzekutojmë programin për personazhin e dytë. Mund të klikoj direkte space-in nga tastiera. Mosha jote është 51. Për ta parë programin në full screen, shkoni tek butoni që lexon full screen control, klikoni mbi të dhe atëherë për të ekzekutuar programin për personazhin e parë, klikojmë tek flamuri dhe do të na shfaqen të gjithë mesazhet me radhë me vitin e lindjes dhe vitin aktual dhe pyetja sa është mosha ime. Nëse unë nuk klikoj butonin space nga tastiera, nuk do të më nisë ekzekutimi për personazhin e dytë. Në momentin që unë sapo e klikoj nga tastiera, atëherë do të më shfaqet mesazhi ku llogaritet mosha. Për të shpërndarë detyrën apo për ta dërguar atë në Google Classroom, shkojmë tek butoni share dhe bëjmë copy link. Tek dritarja e vogël që do të na hapet, përzgjedhim përsëri copy link
Dhe këtë link tashmë mund ta dërgojmë në Google Classroom apo t'ja dërgojmë kudo tjetër.